për qenë të vërtet në ato që themi dhe nuk duhet marrim përsipër themi gjëra kur kemi ikur nga salla. Zonja që sapo foli nuk ka qëndruar në mbledhjen e konferencës kryetarëve deri në momentin kur ne kemi rënë dakord për kalendarin. Është larguar punët e veta, po të paktën është mirë që kur çohesh këtu të thuash të vërtetën. Janë këtu në këtë sallë të gjithë anëtarët e konferencës kryetarëve. Nuk kemi diskutuar kurrësi për çështje të propozimit për ndryshime të rregullores kuvendit, ndërkohë që kemi diskutuar vetëm për detyrimin që ka Kuvendi i Shqipërisë, që menjëherë sapo gjykata kushtetuese të zbardhi vendimin e saj dhe kujtoj këtu diskutimin që bëm në të njëjtën linjë dhe gjatësi vale, se gjykata kushtetuese është në shkelje të ligjit vet, sepse brenda 30 ditësh nga data 23 shkurt, që do të thotë se shkurti është dhe i shkurtër, po diku te 25 marsi, gjykata kushtetuese duhet të kishte zbardhur vendimin e vet. Këtë kemi thënë, dhe ndërkohë që nuk kemi hyrë fare tek pjesa e propozimeve të ndryshimeve të rregullores. Por e dim gjithë që vendimi i gjykatës kushtetuese duhet shkojë menjëherë tek Këshilli i Legjislacionit dhe pastaj të transpozohet. Kemi rënë dakord, zonja Tabaku, për kalendarin. Është në proces verbal. Dhe është e papranueshme që të vish këtu dhe thuash nuk kemi rënë dakord. Kur ke ikur nga salla, nuk ke qenë në sallë. Kjo është e para. E dyta, sa i përket mocionit me debat. Jam plotësisht dakord që mocioni me debat duhet ishte zhvilluar, nuk i ndërgoj fjalët unë. Ato që kam thënë konferencës kryetarëve, i them edhe këtu. Por, duhet mos harrojmë asnjëherë se the këtu dhe për një mocion tjetër me debat. The mocioni me debat për luftën kundër krimit të organizuar. E kemi organizuar më datë 17 dhjetor. Është mbajtur ky, zonja Tabaku, është organizuar ky. Pra, tani e bëre këtë gabim, ta falim. Sa i përket çështjeve të mocionit me debat kërkuar. Në nëntor të vitit kaluar kemi bërë një konferencë kryetarësh. Dhe edhe aty përsëri kemi rënë dakord që të bëjmë një bashkim të dy çështjeve në të njëjtin mocion me debat. Raportin e Dashit dhe padyshim të Departamentit Amerikan të Shtetit, jo të ish Dashit tuaj. Dhe mocioni me debat që lidhet me nenin 18 të ligjit për rolin e Kuvendit të Shqipërisë në procesin e integrimit evropian. Kemi thënë që sapo të vijë raporti, do t'i bëjmë. Padyshim që bie plotësisht dakord, ne jemi të gjithë bashku që edhe ju, edhe ne, na ka kaluar afati i përcaktuar. Por nuk është as pak e vërtet të vish tu dhe thua që qeveria shqiptare nuk ka raportuar fare sa i përket procesit të integrimit evropian. Ja ku i keni të 4 raportet e dërguara nga qeveria sa i përket nenit 19, ati të raportimit tek Komisioni dikur për çështjet evropiane, sot për Europën dhe punët e jashtme. Qeveria e ka bërë këtë pjesë, natyrisht që duhet vim edhe tek pjesa që lidhet me këtë debat dhe diskutimi në konferencën e kryetarëve me propozimin që nuk ka pas dakordsi dhe këtu duhet jemi. Unë kam thënë konferencës kryetarëve në datën 7 apo në datën 14 maj, le ta zhvillojmë këtë debat për cilin kemi rënë dakord në muajin maj. Këtu nuk kemi dakordsi, ju thoni që e dua menjëherë, ne themi që ta zhvillojmë në 7 apo 14 maj dhe për këtë çështje do duhet të votohet. Tani, sa i përket disa çështjeve që ngrihen si parimore. Dhe kam dëgjuar dhe komunikimin tuaj publik, jo vetëm këtë sot, që ishte një, le të themi, mundësi e shkuar dëm për të prekur shumë çështje e për mos thënë asnjërin prej çështjeve. Ju thoni që majoranca
u ka kufizuar, madje ju ka mohuar të drejtën që ju të sillni iniciativa ligjore. Në kuptimin atë të miratimit të nisma ligjore. Unë nuk di, unë e ndjek me shumë kërshëri Bundestagun gjerman. Unë nuk di që shumica aktuale qeverise mes CDU, CSU dhe SPD-s të miratoj nisma ligjore që vinë nga opozita e AFD-s apo të Green. Nuk kam gjuar ndonjëherë, sepse nuk ndodh. Nuk ndodh. Ju thoni, ne të bim disa propozime, ju na i miratoni. Edhe këtu e kam sot një propozim publik. Jemi të gatshëm të miratojmë edhe ju propozime. Po jo me dhunë, as me forcë, as me gërdufje. Nëse doni që të vini të amiratojmë ne, e para është që duhet të vinit na i prezantoni, ti negociojmë, ti diskutojmë së bashku, dhe hajde ti miratojmë. Po sot, ju dashnorët më të rinj të procesit të antarësimit Shqipërisë në Bashkimin Evropian, do t'ju jap një fakt që është fakti më domethënës, jo për ju. As për ne këtu, se ne këtu e dim, për ata që na ndjekin. E ke filluar këtë sesion, këtë legislaturë në fund të shtatorit, me vonesat që patëm deri në konstituimin. Edhe prej asaj dite, ja ku e kemi listën e plotë të ligjeve të parafrimit legislacionit të përmbushjes së kritereve, parakushteve të antarësimit Shqipërisë Bashkimin Evropian. Ligj po i marrë me radhë, po 23 ligje. Në asnjërin prej tyre nuk gjendet asnjë vot pro e juaja. 23 ligje që lidhen me procesin e antarësimit Shqipërisë në Bashkimin Evropian, në asnjërin prej tyre nuk gjendet një vot pro e Partisë Demokratike. Dhe ju këtu na vini na thonë ne, po ju pse s'na votoni këto ligjet tona? Këto nuk janë ligjet tona. Këto janë ligje detyrimet Shqipërisë në kuadër të procesit të antarësimit. Ka këtu mes nesh kolegë që në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste nuk kanë qenë dakord. E për mua si kryetari i grupit është edhe vështirë që t'i kërkoj gjithëve t'jenë kemi raste kur na është dashur të amendojmë në seancë sipas rregullores për ta sjellë në gërmën që ka kërkuar Komisioni Evropian. Për ata që dinë sadopak nga ky proces, kjo legislaturë, të paktën sesione deri në fund të 2027-s, kur ne pretendojmë dhe synojmë bashkë me Komisionin të përmbyllim marrëveshjen e antarësimit, këtu e dim fare mirë që këtu nuk mund të luash asnjë gërmë. Por e vërteta e madhe për veshët e publikut, për sytë e Brukselit, është që ju nuk keni votuar në asnjërin prej tyre. Dhe nëse ju me të vërtet e doni integrimin, e doni antarësimin, bujrum, sillni propozimet tuaja, për çfarë doni ju? Për ligje, për komisione hetimore, patjetër. Për mocione me debat, patjetër. Po me këtë variantin që o pranojeni këtë, o ne, nuk ka. Se bëjmë dot. Nuk e bëjmë dot. E para njerë me 83 mandate që na ka besuar populli shqiptar në 11 maj, presione nuk kam. E dyta, sa i përket kësaj pjesës fasadës së normalitetit të rrem apo përjashtimit nga procesi i integrimit. Ku ju kemi përjashtuar ne? Ju jeni përjashtuar vetë pra. Ju keni përjashtuar veten. Ju nuk keni gjetur asnjë arsyetim dhe nuk keni sot asnjë arsyetim t'i thoni popullit shqiptar përse nuk i votoni ju ligjet e integrimit evropian. Prandaj zoti kryetar, për të përmbyllur dhe për të sqaruar edhe kolegët të cilët do të votojnë, ka dy qëndrime. Një qëndrim është që të mos ta një qëndrim i deputetëve të Partisë Demokratike është që të zhvillohet mocioni me debat, po s'kishte datë. Dhe ndërkohë që propozimi im është që mocioni me debat zhvillohet dhe zhvillohet në... Përfundoni, ju lutem.
mocioni me debat të zhvillohet më datë 14 maj. Besoj që bashkëpunim më të mirë se ky nuk ka. Këta vim pa datë, ne vim një datë, edhe është dhe java e bukur e Europës, 9 maj është dita e Europës, më 14 maj bëjmë debatin për çështjet e Europës. Faleminderit. Të përfundojmë